Prokuroria e Tiranës ka kërkuar dënimin nga gjykata me 10 vite burg për nigerianin Sebastian Victor Nekbenedor, i cili akuzohet për mashtrim kompjuterik. Ai u denoncua në polici nga biznesmeni EB që prej 10 vitesh administron një biznes që tregton detergjent të importuar nga Italia. Prej vitesh komunikimet për importin e mallit i kryente përmes emailit, ndërkohë një ditë nga pala italiane i vjen një email ku i kërkohet që pagesën e faturës së radhës të mos e paguajë në të njëjtën llogari bankare të kompanisë italiane, por në një vendodhje në Gjermani. Biznesmeni paguan vlerën prej 25.000 eurosh pasi konstatoi se emaili ishte i njëjtë, por në fakt ndryshonte vetëm një gërm. Pas disa kohësh, ai kontaktohet nga kompania italiane pasi nuk kishin marrë shumën prej 25.000 eurosh, nga ku kuptoi se pagesën e kishte bërë në një adresë tjetër. Mirëpo nga hetimet është provuar që ky nuk është rasti i parë që ka rënë prej kësaj skeme mashtrimi, që operon online dhe ka si qëllim goditjen e bizneseve. Gjatë hetimit dhe gjykimit u zbulua dhe mekanizmi i kryerjes së këtij mashtrimi kompjuterik, i cili ka arritur të mashtrojë disa biznese në Shqipëri. Prokuroria zbuloi se emailet dhe faqet e kompanive me nivel mbrojtje të ulët apo pasorde të thjeshta hakeroheshin nga hakera ndërkombëtar, të cilët gjurmojnë këto faqe dhe bisedat që kanë lidhje me pagesa faturash dhe transferta monetare me destinacion nga brenda për jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Më pas, ata hynë në komunikime me biznese duke u paraqitur vetë si subjekt furnizues të mallrave. Këtë e bëjnë duke hapur faqe të ngjashme dhe adresa emailit të ngjashme, dhe për të bërë të besueshëm i referohen bisedave të mëparshme të bëra nga subjektet me furnizuesit e vërtet në rrugë telematike. Pasi bëhen të besueshëm, nxjerrin justifikime menaxhimi dhe kërkojnë që pagesat të kryen në llogari të tjera, duke përvetësuar gjithë pagesat e bizneseve, të cilët mendojnë se po paguajnë partnerin e tyre.